Përshëndetje miq të Agora News. SBA dhe Izraeli kanë nisur operacionin ushtarak të koduar Roaring Lion dhe operacioni Epic Fury të shtunën në 28 shkurtit në Iran. Përgjatë këtyre 48 orëve të fundit, shumë ngjarje kanë ndodhur në të front të ri në linjën e mesme. Me atë më të përfolurin e momentit, i cili është vdekja e liderit suprem të Iranit Ali Khamenei gjatë një bombardimi amerikan. Për të folur më gjatë se çfarë po ndodh, do të kemi në intervistë zotin Lutfi Bilali. Zoti Lutfi, ju përshëndes. Përshëndetje Enis, është kënaqësi. Kënaqësi gjithashtu dhe për mua. Atëherë do të nisim me pyetjen e parë duke bërë një prolog të situatës. Atëherë, çfarë ndodhi me 28 shkurt në Iran? Pse nisën bombardimet nga Izraeli e pastaj nga SBA dhe cili është qëllimi që tregohet nga nisja e këtij operacionit përbashkët? Ka qenë mund të them e pritur, ndoshta jo për ditën, për saksinë e ditës së djeshme, të mëngjesit të djeshëm, por mendoj që bisedimet në Oman, pastaj të bartura në Zhenevë, rreth programit bërthamor të Iranit, mes delegacioneve me ndërmjetësimin e ministrit të jashtëm të Sultanatit të Omanit, ka qenë, mund të them, në farë mënyrë është menduar që negociatat të enjtës janë konsideruar që do jenë finalja apo mund të them barimi i tërë asaj që nënkupton me diplomacinë apo me negocim. Dhe është pritur, them drejtën, që të ketë edhe një rund të bisedimeve, sidomos nga fjalët e ministrit të Omanit, që ka deklaruar se ka parafrime, por më duket që ka qenë edhe një taktizim i 28-shit, sepse në fundjavë presidenti amerikan shkon në vilën e vet në Florida. Dhe këtu më duket ka qenë taktizimi që të humbet vëmendja, meqense pala tjetër ka pritur të ketë goditje. Arsyet janë, mendoj, të gjata, mund të them kështu, një materie, një temë që ka decenje që zhvillohet në raport me zhvillimin e programit bërthamor të Iranit, dhe mendoj që për momentin pastaj ka qenë edhe një pikë jashtëzakonisht që është e rëndësishme, jo ka rënditja, po mendoj për ka rëndësia, është ndalimi i programit të zhvillimit të raketave ballistike, me cilën Irani kategorikisht ka qenë kundër, dhe nuk ka dashur të futet edhe në si pikë për bisedime, dhe më duket që ka qenë pastaj bartja e 450 dikun kilogramëve të uraniumit. Sa duket të ajtën amerikanë kanë kërkuar që kjo të bie në duart amerikanëve dhe ta marrin në kontroll amerikanët. Përkundër asaj që pala iraniane ka qenë që Agjencioni Ndërkombëtar i Vienës, që merret me energjinë atomike, i cili disa herë ka qenë edhe në centralet bërthamore të Iranit, ka inspektuar një kohë të gjatë, ai Krosi që njihet për një kohë të gjatë që është shef i këtij agjencioni. Por mendoj që bombardimet pastaj kuptohet që kanë ardhur në momentin që amerikanët kanë vlerësuar dhe kanë qenë, them drejtë, të ndikuar drejt për drejt nga pala izraelite, në këtë rast nga Benjamin Netanyahu, i cili me sa duket nuk është dashur tepër të them kështu, por një lloj presioni ka pas edhe vetë Trumpi. Dhe goditja kuptohet që ka ardhur nga Izraeli në paralele të afërt bashkarisht me amerikanët. Dhe kjo mendoj që tash kemi një situatë në lidhje të mesme në përgjithësi, mund të them një flak të madhe e cila vështirë që mund të ndalet edhe lehtë. Pra duhet ndalem pikërisht e kjo që thatë ju për pjesën e përdorimit të armëve bërthamore ose le të themi të centraleve bërthamore që Irani ka dhe kërkon që ti përdori përkundër kësaj. Izraeli, në fakt, sipas një informatave, në fakt të para të dhëna nga Tel Avivi, Izraeli ndërmori këtë sulm sepse u ndjej kërcënuar nga
Irani dhe ky kërcënim vjen direkt nga kapaciteti nuklear apo është thjesht diçka e cila nuk thuhet, pra diçka që themi neve ku i dihet ku flen lepuri. Ke drejtë. Po tash një problem e kemi në linjët e mesme, nuk e dim ku cili është kërcënimi më i madh për linjët e mesme. A është pala që akuzon, apo është ai që realisht në një farë mënyre shef rregullat ndërkombëtare janë thyer fatkeqësisht, ligjet të cilat kanë bëjnë me mosprekjen e sovranitetit të një vendi antar të OKB-s, që nga lufta invazioni në Ukrainë. Dhe mendoj që Izraeli ka qenë me duket një periudhë të gjatë që synim ka pasur Iranin. Vetëm në rival, kështu që të ballafaqimit dhe rrezikut. Nga se në Izrael kur goditet ndokush paraqitet me emër çështjen e sigurisë ose antisemitizmin e pastaj klishe tjera të cilat realisht dëshirojnë ta hedhin në vëmendje diku tjetër. Shif, Izraeli është fuqia e nëntë, mund të them, që ka armë bërthamore, por nuk deklarohet. Përse nuk deklarohet? Për çfarë arsye nuk deklarohet? Nuk deklarohet nga se shif tenton që të ikni kontrolli, pastaj të ratifikoj një lloj, mund të them, bashkëpunimi apo të krijoj parakushte që për çdo marrëveshje që merret me kufizimin dhe kontrollimin e këtyre kapaciteteve, ata nuk dëshirojnë ta kenë në trullin e vet. Me duket është një qendër atje që quhet Cezaria, një lloj qyteze e cila përpos Dimonës dhe dikon mes detit mes dhe Jerusalemit është një pikë atje që më duket që gjerihot raketat me kapacitete bërthamore që kalojnë interkontinentale mbi 5000 kilometrash, gjenden në këtu pjesë. Këtu janë gjitha observimet të cilat fliten nga njerëzit apo ekspertët që kanë mundur të vinë deri në këtë përfundim. Kanë edhe fakte për këtë. Prandaj Izraeli është problematik që nuk pranon për shkak të sepse lindja mesme me përjashtim të Ingjelikut, më thëmë, të dy bazave të amerikane në Turqi, duke konsideruar t'ja 50 koka bërthamore që kanë amerikanët. Do thotë në këtë rast Turqia nuk është që posedon armë bërthamore, që unë dyshoj që mund të ketë Turqia armë bërthamore me një kooperim me Pakistanin, mund të jetë kjo jashtëzakonisht konspirative nga ana tyre që nuk e pranojnë, por të mos dalim piteme. Do thotë Izraeli arsyet e tij qëndrojnë këtu që nuk dëshiron ta merr këtë barr nga se arsyeja tjetër është që Arabia Saudite, Irani, këtë rast, pastaj Turqia do kërkonin me këmbgulje që Egjipti po ashtu, që të jenë edhe ato fuqi që posedojnë në arsenalin e vet ku ka bërthamore. Do thotë këtu janë ato arsyet, por te Irani është një, mund të them, një duel bukur i gjatë, një mosmarrëveshje e cila ka të bëjë pastaj me çështjen palestineze, sidomos me proksin. Një rivalitet i heshtur, nuk themi. Ose dhe aktiv. Por e kanë jashtëzakonisht aktiv, por problematika është që Irani ka qenë sponsor i lëvizjeve të rezistencës në Palestinë, sidomos të Hamasit. Po flas për Palestinë sepse Hezbollahu në Liban, ashtu kështu dhe Huthit në Yemen, po edhe në Khatab Hezbollah në Irak, një milici shiite atje. Por me çështjen palestineze do thotë çdo herë ka luajtur në këtë kartë Irani dhe ka qenë sponsor dhe financues i aktiviteteve të tyre dhe mbështetjes së tyre, sidomos ka qenë ai lideri i Al-Qudsit, një krah i shërbimit të jashtëm i Gardës Revolucionare Islamike, i cili Qasem Sulejmani, i cili në vitin 2020 do thotë ka qenë ai që është bombarduar nga ky president amerikan me urdhrin e tij në Bagdad.
Dhe tëra kjo, Brigada Al-Quds i Krah i Gardës Revolucionare Islamike, operimin e ka pas, sidomos në Liban, pastaj thuhet që ka pas me Sinvarën Ismail Hanejin, dy lider të Hamasit. Ismail Hanej është goditur nga Mossadi në qendër të në zemër të Iranit, dhe tërë ky proks i tillë i cili ka financuar nga këto organizim ose shërbim i jashtëm i Al-Qudsit të Brigadës të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, kanë qenë ato që kanë shtyer që të kenë, të them, një ndeshje në distancë me goditje dhe kundërgoditje, në aspektin, më të them, edhe të propagandës, po edhe të shërbimeve inteligjente, dhe deri te momenti kur ka qenë lufta 12 ditore, jashtëzakonisht e ashpër e vitit të kaluar, dhe cila kalon të shumë gjëna të pasqaruara rreth kapaciteteve. Me lejo të them, dy fuqi janë në lidhjet e mesme të cilat e kanë të zhvilluar jashtëzakonisht ofenziven, aspektin doktrinën ushtarake. Kanë kapacitete të forta të militarizimit në aspektin ofenziv. Okay. Në aspektin vetë mbrojtjes defanzive së shihet që kanë mangësi, sidomos Irani, i cili kapacitetet e saj, sidomos dhe sistemit të mbrojtjes kundërajrore, u tregua në luftën 12 ditore ose bavara e tyre, famshme prodhimit e tyre iranian, 373, ka qenë, me duket, e dopt, por mund të them që edhe kupolla ariandumi izraelit në një farë mënyre, por mendoj edhe Romi, po edhe thardhi amerikan, po shifet edhe këtë ditë edhe mbrëmë, po që nuk kanë arritur ende të jenë ato që të gjojnë ilaçin për të dalë ramet ballistike iraniane. E kuptoj. Kemi disa reagime nga bota. Europa, Kina dhe Rusia. Europa kërkon ndalimin e këtyre sulmeve direkt, ndërkohë që të njëjtën gjë kërkon dhe Rusia dhe Kina, po në fakt Kina dhe Rusia thonë që është një provokim i Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit për të krijuar një konflikt më të gjerë në lindjen e mesme dhe përtej. Si mund t'i argumentojnë këto qëndrime? Është një ndarje, për shembull, kancelari gjerman ka qenë një deklaratë që ka shumë ndoshta jo mirë pritur nga amerikanët, nga Steinmeier, kryeministri britanik, i cili në një farë mënyrë është e fjalia e tij në teknologjinë ushtarake që avionet i kemë në ajër, mirë po në kryen aktivitete, sepse nuk ka dashur të bashkangjitet këtij aksioni. Pastaj gjermanët kanë sulmuar, kanë dënuar aktin e sulmimit të Iranit për vendet e gjirit që nga Kuvajti, Emiratet, Bahraini, Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabi Saudite. Do thotë, është shumë interesant, është Irani dje ka bërë goditje kundër 8 shteteve. Është do hyjë në histori një vend i tillë që do godas paralelisht 8 shtete. Ka goditur 8 shtete, por nuk ka pasur 8 shtete. Nuk besoj se ka patur kryesisht interes për të goditur shtetet paraprakisht, por bazat amerikane të cilët ndodhen në këto shtete. Flasim për Bahranin që goditi flotën numër 5 amerikane atje. Ose në Katar ose Bllokun 5 do të ka qenë goditja jashtëzakonisht e fuqishme që ka ndodhur me atë radarin amerikan. A ka ndonjë death toll, domethënë një numër vdekjesh nga ana e amerikanëve atje, ose apo nuk kanë treguar gjë? Kanë demantuar amerikanët, Irani tash hyn në luftë speciale, është një luftë e cila propaganda dhe dezinformimi është ndoshta malli më i çmuar. Sepse kështu mund të tentohet të fitohet lufta edhe në opinion, po edhe në çështje faktike. Jo, e po ta fjalën goditje që thash 8 shtete. Realisht do goditje që bëhet sovranitetin e vendit të tij. Për shembull ta marrim Dubai në Emiratet, një goditje edhe sort hotelier. Meqense para 3 javë kam qenë vetëm që kam parapar që goditja do jetë edhe në objektet hoteliere. Jo nga unë, po në Al Arabia ka qenë ekspert jashtëzakonisht i vorë që ka thënë që po që se vjet deri te një ndeshje tillë, Irani do godasë edhe resortet në Dubai dhe në përgjithësinë e Emiratet e Bashkuara Arabe, në Abu Dhabi. Dhe kjo është vërtetuar dhe ka dalë saktë. Po ka ndonjë qëllim pse? Ka ndonjë qëllim pse goditën hotelet? Absolut, po. Ka kapital amerikan, ka financa amerikane, ka financa të Izraelit. Dhe tëra kjo hyn në domenin e goditjeve që sipas Iranit
po flas çdo në konceptin asaj kur thëm ka godit, ka bërë këtë dhe ka këtë synim, nuk po flas që është mirë apo është jo mirë, por po flas në atë që koncepti i tillë i doktrinës së Iranit për të sulmuar shtetet për rreth xhirit thën sovranitetin, dhe kjo është dënuar edhe në Këshillin e Sigurimit, ka qenë një seancë do të thirrur urgjente, meqense ka pas pajtim të pikave të rendit të ditës nga pala ruse dhe kineze, por është interesant që 8 shtete nuk e thash të rasisht, duke të përfshirë edhe marinën amerikane, bazat amerikane. Pastaj nuk di, kem momente kur për shembull ka informacione që mund të jetë goditur edhe Abraham Lincolni, nuk është e vërtetuar, nuk ka ende të dhëna për humbjen të ushtarëve amerikanë. Amerikanët komanda arsye propagandistike në mënyrë që të mos të duket keq. Po, absolut, po. Patjetër. Po, është komanda amerikane për lidhjet e mesme, një center command është atje, një orë, kanë thonë që deri më tani nuk ka asnjë ushtar amerikan të vrarë, të plagosur apo të zhdukur. Dhe kjo është informata e tyre rezultat. Mund të jetë ndoshta ndryshe, sepse thamë më herët jemi kohë lufte dhe mund të kem opinione apo lajme të cilat ndonjëherë hyjnë në arsenalin asaj që për ta goditur psikologjikisht palën njërin apo palën tjetër. Por mendoj që kjo goditje e cila ka ardhur, mund të them, fillimisht nga Izraeli, me aviacionin e tij, i cili me siguri dhe ka përdorur atë hapësirën ajrore të këtyre shteteve, të cilat në fillim nuk kanë qenë të dakorduara. Mirë, më duket se tash kemi një aleancë vendeve të gjirit dhe Arabisë Saudite në emër të asaj për të mbrojtur nga rrezikshmëria e goditjeve iraniane, mund të krijojnë një lloj aleance me amerikanët këtë rast dhe me Izraelin, dhe të jenë në devijën asaj që hapësira ajrore e tyre edhe legalisht mund të shfrytëzohet. Pra mund të ketë përfshirje edhe të aktorëve arab në... Po. Okay. Të thëmë drejtën, Enes, është problem të thua që do ketë luftë mes vendeve të gjirit apo arabëve musliman suni me shiat në Iran në këtë rast, por besoj atëherë do kemi përplasje të rëndë ideologjike, e cila mund të implikoj po ideologjike, por edhe të aleancave të ndryshme që mund të hyjnë në përdorim. Kina është jashtëzakonisht e interesuar që të qëndrojë dhe të godas fort Irani ndaj pikave amerikane dhe izraelite në këtë rast, sepse burimet e energjisë dhe çmimi që merret i kësaj nafte në Iran është jashtëzakonisht i favorshëm për kinezët, dhe mendoj që Kina ka luajtur një rol jashtëzakonisht aktiv, sidomos në muajt e fundit, me elektronikën e tyre që ka të bëjë me përcjelljen dhe navigimin e aktiviteteve të forcave ajrore amerikane, apo edhe më të thënë komplet lëvizjeve të tyre që bën aspektin e asaj që nënkupton elektronika. Dhe kjo mendoj që në përshërbimin e inteligjencës iraniane ka qenë jashtëzakonisht e dobishme, dhe në këtë drejtim besoj që ndonjëherë njeriu mendon që është një duel amerikano-kinez, por mund të ndodhë që mund të him në një katrahur kur këtë ditë Kina mund të godas Tajvanin. Për shkak të këtyre gjërave që ndodhin këtej? Po, mund ta shfrytëzoj këtë situatë dhe varet si do shkojnë zhvillimet dhe luftimet në detin arabik me forcat amerikane, do thot me tërë atë aeroplanbajtëse dhe përcjelljes së anijeve të kësaj aeroplanbajtëse. Nuk do të harruar që ka edhe një ndece Ohio, spaku një, apo mund të jetë afër atu, me koka bërthamore. Po, është sistem të thotë që i ka 11 ndece Ohio shëba në kapacitetet e tyre, një të tretën e flotës detare është angazhuar sot në lindjet e mesme.
me përshtyp të asaj që bashkarisht me atë që ka me Gerald Fordin, I cili është afër brigjeve izraelite dhe me siguri furnizon kapacitetet të tyre me F-35 dhe F-16 që po dhe me raporin 22-shin. Kjo do jetë, mendoj që kjo betejë mund të zhvendoset ose në prapavi në sfond ka një rivalitet kinezo-amerikan. Ajo forcë që del fituese në këtë rast në linjat e mesme do të krijojë konturat për të udhëhequr botën edhe në shumë decene të ardhshme. E kuptoj. Kalojmë pak te ngjarja më e përfolur këtyre 48 orëve të fundit. Vdekja e Ali Khameneit. Një bombardim amerikan I ndodhur në Teheran, flitet që dhe nga burimet iraniane, lideri suprem I Iranit, Ali Khamenei ka vdekur, ka ndruar jetë. I gjithë shteti është në zi. Po do krahasojmë një mendoj unë bipolaritet. Para disa javësh protesta super të mëdha në Iran, me të vdekur, me të prangosur, për hedhjen poshtë të qeverisë Khamenei. Dhe tani populli qanë. Çfarë po ndodh? Po, ty me siguri të kujtohet ose ke qenë, nuk e di, nuk jem në këtë bashkëbisedim për të pyetur për datëlindje, por koha e Enver Hoxhës në sistemi jam shumë I ri, nuk e shumë I ri. Po, mirë, ke dëgjuar historinë e tij ose vizualisht ke parë edhe video të ndryshme dhe tregime të familjarëve të juaj dhe të rrethit të juaj. Ka qenë, do thotë, një humbje e madhe për kohën ka qenë, mund të them, në farë mënyrë, njëri nuk bën të gëzohet vdekjes së njerëzve, nuk është problemi që po aludoj këtu, qoftë me rastin e këtij shamri që mora, por populli ka qenë I tillë që dashur ndonjëherë për atë sistem të çajsh edhe me zor. Mendoj që në Iran është një sistem më ndryshe. Shif, nuk është krenari I mbytje një 86 vjeçari, një plaku, por është aspekti asaj, mund të them, atë krijimit të kultit të tij dhe përkrahjes së tij dhe rujtjes së stabilitetit, mosmarrveshje brenda pastaj pasardhësit të tij, mund të krijohen dhe amerikanët kanë menduar që goditja e tij do të sjellë fragmentim për brenda leadershipit iranian ose atij që do ta trashëgoj. Flitet që Ayatollah Arafi do jetë më duket veçor zgjedhur lideri I suprem, një figurë dhe nëzën si Ali Khomeinit, por edhe I Hamneit, krahu I djathtë I Ali Hamneit. Mendoj që është shumë interesant goditja të tillë, ju pyetet populli çfarë. Shef, Irani ka një strukturë, më të them, të fragmentuar edhe etnike, e cila për brenda përmban interesa dhe mund të them deri dikon një etnikum I cili ndryshon nga ata që janë persian. Persian realisht 55% deri 60% në Iran, prej 89 milion, 90 milion banorëve. Është një vend që ka, të them, jashtëzakonisht për 1200 qytete, një popullat e cila ka 15 milion student. Niveli I shkrimleximit ka arritur të jetë në 95%, të cilat vetëm 5% mirë që nuk din shkrim lexim. Nuk e dim që edhe në Gjermani edhe për të bërë ka japë statistika që shkrim leximi është një shifër bukur e madhe, që nuk din njerëz. Dhe mendoj që tradita persiane 5000 vjeçare, një civilizim jashtëzakonisht I lashtë, nuk lejon që ndoshta në një farë mënyrë të mos krijojnë ato struktura që deri dikon mund thuhet, bilem duket edhe Trump e ka thonë një fjali është, apo mos gaboj Vitkov, që është e çuditshme me gjithë këtë blokadë dhe këtë sanksione me decene të tëra. Arrit të ketë një zhvillim të tillë të programit raketor, apo edhe në programet që kanë të bëjnë me zhvillimin
aspekteve atomike apo energjisë në këtë rast, apo edhe në fshehësi edhe të bombës atomike. Do thotë kemë bajmë me një popull i cili realisht nuk më të di a kanë kajtur nga dhimbja apo nga ajo që mund të jenë shtytur. Po, nga shtyrimi. Por unë mendoj që çdo herë në kushtet e goditjes nga jashtë, populli mobilizohet edhe ndaj liderit të cili nuk mundet me qenë i pëlqyeshëm. E kuptoj. Sepse ndonjëherë krenaria e tillë kombëtare apo ajo për të qenë me atë çka je, mu identifiku me atë çka je, nuk pranon nëse jote të goditet nga jashtë kushdo qoftë ai kundërshtar. Dhe kjo mendoj që ka arritur ta mobilizojë në një farë mënyre në sistemin kuptohet të traditës së tyre, qoftë edhe të aspektit teologjik, se ne kemi një problem, njerëzit nuk e njohin shumë mirë aspektet të civilizimeve, sidomos religionet. Dhe ne kemi një hatat madhe të na që njerëzit njohuritë religjioze janë në zero. Dhe pastaj flasin gjëra që nuk din, qoftë për religionin apo religionin tjetër. Dhe kjo është një dobësi që mendoj që ajo tradita që thashë tyre 40 ditore zi për liderin suprem. Dhe kjo mendoj që në aspektin e asaj që pritet ajo, meqense Irani sot do të heq ajo hakmarrja që mund të jetë, Irani sot në familje do heq një lider i cili cilësohet që është truri i shtetit të Iranit, Ali Larijani. Do thotë një figurë e cila më duket kështë një traditë jashtëzakonisht interesante, një brum jashtëzakonisht të pasur familjar, dhe një formim të një niveli jashtëzakonisht të përsosur, pastaj një përvojë, qoftë bisedimet të rreth programit bërthamor, qoftë të politikës së jashtme, qoftë Gardës Revolucionare Islamike, por edhe të kryetarit të parlamentit. Dhe kjo mendoj që Irani, ta them me një fjalë, është bukur arre fort. Pra SBA-i Izraelit do ta kenë të vështirë, thonë ju. Po më them drejtën me atë çka kemi parë gjatë tyre spaku 24 orëve, mund të themi që do jetë problema. Nuk përjashtohet mundësia që të përdoret një arsenal amerikan ta çojë një bombë të pist, të cila mund ta... Ç'do kuptoni me këtë? Mund të jetë po të lokalizuar ndonjë Hiroshima dhe Nagasaki. Pra mund të jetë dhe ky skenar. Mund të jetë që nuk jam shumë, mund të them, po aludoj, po hipnotizoj. E kuptoj. Asnjëherë nuk kam fakte. Por në doktrinën ndonjëherë kur rrezikohesh në atë masë sa të jesh të dalësh i humbur, mund të përdoren edhe të gjitha këto aktivitetet të cilat çojnë në rrezikshmëri. Por mendoj që do jetë një dalje, se njeriu mendon sikur në atë autorrugët ose autobanet që thojnë, edhe hyrjen edhe daljen. Dalja besoj që do jetë i paraqitur një sukses i Trumpit, që arritëm ta likvidojmë liderin suprem, bile aja djetër ditën ka qenë ndoshta ajo fitoria tyre e madhe, që për mu është ndoshta egzagerim i tepruar. Por kjo do paraqitet si fitore dhe arritja të fus përçare për brenda strukturave. Elita, sepse Irani ka një dualitet të nivelit militarist, ushtrin tamam zyrtare të shtetit dhe armatën revolucionare, brigadën revolucionare islamike, e cila realisht një dikon 200, zyrtarisht 230.000 trupa. Nuk e jënë atë bezagjin të cilët janë një lloj policia vullnetare që kalon gjysmë milionëshin. Dhe pasadranët që janë ekipa speciale për aktivitete qoftë në pjesën e kontrollit të ngurtësisë së Hormuzit, mund të
që dia ka mbyllë mbështetjen e Hormuzit, që është pika ndoshta më e nxehtë për ta futur botën në një krizë të re dhe ngritje të çmimeve sa i përket tregut të naftës, sepse diku 20%, një pesta e qarkullimit të naftës dhe gazit vjen nga kjo pjesë. Dhe kjo do jetë, mendoj që Irani sot momentalisht ka 1.5 milion deri në 2 milion ushtarë të angazhuar. Dhe këtu ka qenë ai problemi që protesta aktiv, por problemi të protestat ka qenë këtu. Që ka qenë pa përgatitur, nuk ka pas lider të konsoliduar brenda. Dhe mendoj që efekti i propagandës të tillë me të cilat ka vepruar Izraeli dhe shërbime tjera i ka bodam. Tham drejtën ka bodam sepse është mobilizuar pjesa tjetër që nuk lejojnë edhe ka pas arrestime edhe për spionar dhe bashkëpunëtor të cilët janë dhe agent të tyre. Dhe por kjo temë tjetër është. Dua të them që Irani momentalisht gjendet në një situatë kur mund të goditet, meqense Irani ka ato rrezet e veprimit të zhvillimit të raketa balistike dhe hipersonike në raketat që hynë në këtë platformë, që do thotë janë vështirë të kapen nga mahi ose shpejtësia e tyre, janë fatadyshi 1450 kilometrash dhe është Segjili. Por nuk dihet ende për Khabarin. Është i zhvilluar Khabar 4-shi. Dhe këto 3 sisteme raketore janë të shkaktuar dhimbje të mëdha, të drejtën Izraelit po si po dhe Amerikanëve. Dhe kjo, sepse këtu janë të padalshme, të drejtën, nuk e kanë atë punësi dhe u pa dhe realisht. Pas ajo me tjera balistike, si në vendet e Gjirit, gjujtja ka qenë nga Shahab 1-shi dhe 2-shi. Këto janë tipet e raketave të cilat përpos Shahab 136 që operojnë në sistemin e flotilave të dronëve të tyre. Shahab 1 dhe 2 janë raketat të prodhimit më të vjetër, por ju ngëditur bazat në Gjirin përsi ka tjetë të vendeve të Golfit. Dhe kjo ka pasaj deklarata të tilla nga Irani që ende nuk e përdorur arsenalin që do jetë i frikshëm për shokën. Por të gjitha këto mund të jetë në domenin e propagandës, por unë e flas në atë çka kum parë dhe kom hulumtuar dhe lezuar për sistemin e tillë të raketave hipersonike iraniane dhe raketave ballistike të tyre. Mendoj që teknologjia e tillë, Izraeli ka qenë interesuar që bisedimet e Gjenevë të futet pika për ta quaj kështu çarmatimin, zhdukjen e programit të zhvillimit të raketave ballistike. Sepse kjo, mund të them që Izraelin e ka prunë në një pozitë, sepse Izraeli është 29.000 km2. Do thotë përbën post Tel Avivit, Haifës dhe pjesës veriore atje dhe pjesës Bershebës në pjesën e Negev, shkretires e tyre, nuk ka aktivitete ku të zhvilloj bëndë një shtet kur godet. Dhe kjo është një vend shumë i vogël, duke përfshirë dhe pjesën e okupimeve të vendeve të tokës së palestineze. Por mendoj që do kemi skenare të cilat mund të prishin ekuilibrin në nivel jo vetëm të lindjes së mesme, por në nivel botëror. Dhe këtu më duket që ka qenë një reagim pasaj rusëve. Federata Ruse ka pas ai është ai çdo herë kujdestari i cili Medvedevi, i cili deklarohet ashpër, po nuk i ka punë sa i ka çuçi ka dhe fjalët. Patjetër. Atëherë për ta përmbyllur, mendoni sipas opinionit tuaj do të kemi një konflikt të shkurt, të gjatë, dhe a do të kemi aktor të jashtëm jo arab që do të përfshihen këtu? Vështirë është përgjigje, mund të them drejtën, atë gjithë kemi dëshirë që të përfundojnë këtë moment lufta, se luftat janë që humbi njerëzve, nuk ka mënyrë nga cilla pa, njerëz të pafajshëm. Por me sa duket mund të kemi nga 7 deri në 3 javë apo 1 deri në 3 javë aktivitete të tilla. Nuk e besoj që do ketë momentalisht
rol të ndërmjetësuesit mund të jetë princi kurorës Mohammed bin Salman, deri dikon Erdogani mund të jetë implikuar, më duket që ka pasur telefonat me Trumpin. Po flas zërës nga lajmet dhe agjencionet turke, por nuk e di figurë kredibile që mund të që i pesh fjala ati të njëra apo pala tjetër. Mendoj që Amerikanët kanë dëshirën që të dalin në një tablo fitorie, e cila nuk mund të arrihet në trupa të shkelit Tirani, 1.6 km, 1.600.000 km². Reliefi jashtëzakonisht gjeografie e vështirë, por mendoj që do kenë atë alibin, do thot as me trupa toksore, pas ndryshim të regjimit. E tash këtu është ai problemi. Si do arsituhen nga dalja kësaj lufte? Ata mendojnë që prap kanë shkatruar saqet kryesore të zhvillimit, jo vetëm të programit bërthamor, të goditjeve të centraleve të tyre, por edhe bazat e tyre të zhvillimit të raketave ballistike, etc. Dhe kjo pastaj për publikun, për opinionin amerikan, disi e vrajtëm liderin, likviduam liderin kryesor, një numër të madh të goditjeve të, më duket, të shefit të Gardës Revolucionare Islamike, pastaj hierarkinë e radhës ushtarake dhe individ të cilët janë duke ja 12 me likvidime, më duket mos gaboj, nga dita e djeshme. Dhe kjo do paraqitet si një lloj suksesi. Por mendoj që problemet do janë prap në kontinuitet, nga se do kemi prap ambicje të tilla, të cilat shprehen hapës. Ristu kemi sot situata kur kemi teori konspirative. Ato po bën edhe realitet. Ka se ambasadori amerikan shprehu atë idenë që Izraeli në aspektin biblik apo të torës ebreje, evratit të tyre mund të jetë nga Nili deri në Eufrat. Dhe përkrahojnë këtë ide. Ato është ambasadori shëbave në Izrael. Dhe kjo do thotë këto konceptet e tilla lajnë për të treguar shumë që kemi hyrë në një fazë kur rreziqet për një siguri, për kanosin e sigurisë tërbotërore mund të jenë të afërta. E kuptoj. Zoti Lutfi, ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit edhe nga ju shtetësi. Ishim me zotin Lutfi Bilali në këtë intervistë Agora Newsit. Ju ftoj që të bëni subscribe dhe të ndiqni kanalin Agora News në YouTube për të tjera video dhe më shumë zhvillim. Mirupafshim.